Përshëndetje, miq të Sojli Sol. Ja ku erdhi prap e premtja. Jam I sigur që përsëri jeni duke shkuar në destinacionet tuaja weekendore dhe neve po fillojmë punën tonë për t'ju shoqëruar një pjesë të mirë të rrugës. Ky emision, kjo herë, podcastin ja dedikojmë të gjithë atyre që I ka lënë makina në rrugë, për shembull përpara tunelit pa hekur, në rrugën e prishur Tiranë-Korç, edhe gjithë atyre të cilët I ka lënë benzina ose nafta që me zor po presim të filloj të ulet. Sot kam një mik shumë special I cili është ajka e qytetarisë. Përshëndetje, faleminderit. Është kënaqësi për mua si një drejtues policie që të jem në një podcast me qytetarët tanë të mrekullueshëm, për të cilët japim gjithçka. Faleminderit juve, vetëm se dua të them që sot jeni I çarmatosur. Nëse do ta drejtoni me misionin sipas profesioneve, atëre unë jam ai dhe juve jeni I arrestuari I Sojli Sol. Faleminderit, e pranoj me kënaqësi arrestimin. Në emër të dëgjuesve tanë dhe të shikuesve tanë në YouTube, edhe të tjerëve që duan të na shikojnë, po e kupton s'kan bë subscribe akoma, jeni I arrestuar për një bisedë shumë delikate. Është një nga arrestimet më të këndshme të jetës time dhe të gjithë karrierës time, si brenda dhe jashtë vendit. Faleminderit. Pra tani të dashur dëgjues, pasi e morët vesh se kush është I ftuari, unë dëshiroj t'ju dërgoj dhe përshëndetjen e sponsorit ton general, Aranjata, Uj Spring dhe Uj Glina. Po, më pëlqejnë shumë kjo Aranjata. Është një nga produktet që ne shqiptarve, sidomos ne policëve gjatë shërbimit, unë ja kam rekomanduar. Është e jashtëzakonshme kur se ne na nxehet koka nga hallet e popullit. Dhe me çfarë do ta shuajmë nxehjen, sidomos në verë. Mund ta provosh. Mundem? E njini, besoj. Ta pi me këtë? Varet si t'jeni mësuar. Faleminderit. Patjetër, ju bëft mirë. Po ky tha kishte pirë më përpara. Më falni. Jo, më s'ka problem. Shka që mirë sa nuk mund t'i bëja do t'pa. Nuk besoj që e mori këtë gromësim. Jo, këtë nuk do t'a nxjerrim. Me sigurt se s'kishte desh na çave daullën e veshit me gjithat gromësim. Po kjo tregon. Faleminderit, Aranjata. Faleminderit dhe Uj Spring edhe Uj Glina. Kjo tregon që Aranjata e kryen funksionin pikërisht për atë që duam. Do shpresoja shumë që të na sponsorizonit edhe ne, që t'ju shpërndajmë në të gjithë Shqipërinë. Po, t'ju shpërndajmë në gjithë Shqipërinë. Patjetër që ne nuk do ta japim këtë kërkesë që keni juve. Ta le këtu ku e mora se. Po s'ka nevojë, nuk prish punë. Nuk prish punë. Okej, vazhdojmë. Le ta nisim një nga fëmiria. Si e kam pasur fëmirinë këta njerëz të elitës që na drejtojnë, ose një njeri si juve, I cili ruan ekuilibrat midis shtetit dhe qytetarit. Ne nuk dim asgjë për fëmirinë e gjithë drejtuesve të tjerë. Mund ta thoni si ka qenë fëmiria juaj për shkak? Fëmiria ime ka qenë e varfër sigurisht si çdo shqiptari, por e pasur me libra, me shumë libra. Ne shpeshherë kur ishim të vegjël, babai pavarësisht se ishte analfabet,
kur vinte në shtëpi, në vend të na blinte ushqim, të na sillte ato pak gjëra që kishte në treg, na sillte gjithmonë libra. Sigurisht kur ishim në një moshë të vogël, pralla më së shumti, sa na u bëhe gjithë jeta një prrall. Edhe kështu na thoshte që lexoni libra se jeta është vërtet një prrall, të cilën do ta keni fatin vetëm një herë ta dëgjoni. Dhe kështu u rritëm në fukarallëkun, në varfëri, por në një pasuri të madhe shpirtërore, deri në momentin që kuptuam që librat nuk na hynin në punë për asgjë, sepse askush nuk na pyeti sa keni lexuar e çfarë keni mësuar. Dhe kështu vazhdoi jeta jonë deri sa arritëm në një moshë të pjekurisë, ku si çdo shqiptar vendosëm që të ardhmen ta kishim në emigracion. Mund të them nga fëmiria. Fëmiria jonë ishte vërtet e varfër në lodra, por ishte e pasur në zgjuarsi, do themi, në zgjuarsi. Dhe një nga arsyet të cilat unë u bëra polici ishte pikërisht kjo, që isha më i zgjuari i të gjithë shokëve, dhe në familje vetëm babai ma kalonte. Nuk e di për ju, po për ne kështu ka qenë. Wow. Unë kam qenë budalla i familjes, nuk kam qenë asnjëherë i zgjuari i familjes. Që Arten ma rregulloi çik këtë zëri, jepi pak metalik se më dremiti, ka një zë kaq të ëmbël, një zë kaq, unë nuk e di, me zërin tuaj, domethënë, nuk e di, është qef me të ka polici, e kupton, unë s'kam pa ndonjëherë në jetën time polici që të flasi kaq ëmbël sa juve. Nuk e di, se të bëj një pyetje kështu. Po themi profesionale, po le të jetë edhe nga opinioni juaj, sipas opinionit tuaj. Dua opinionin tuaj që mos sikur si jeni polic, në të vërtet, po mendojeni veten si qytetar. Si është policia jonë sot në raport me policin e atërshme? A ka qenë policia atërshme më e dhunshme, apo është kjo e sotmja më e dhunshme? Policia e dhunshme, po pa tjetër ka qenë policia e dhunshme. Ka qenë e dhunshme dhe për këtë arsye dhe policia nuk kishte punë. Ndërsa neve sot, ose më lejo të them që pas marrjes të detyrës time, unë kam ndryshuar një lloj përshtatje të policisë në raport me qytetarin. Policia tenton gjithmonë më shumë tani të jetë më qytetare se sa qytetari. Në qoftë se në kohën e diktaturës policia ushtronte dhunë dhe një polic mbante një qytet të tërë, për shembull qytetet e vogla që ishin Librazhdi ose Gramshi ose Laçi, që sot është një qytet madhështor për sa i takon konceptit të policisë. Shkodra mbaje e gjitha nga 3 polic, ndërsa unë në pas të kuadrit edhe të integrimit ton në BE, kam menduar të aplikoj një metodë të re, pra që policia të jetë me qytetarin, për qytetarin, te qytetari, si qytetari. Dhe prandaj dhe sot policia
ka punë. Më falë, keni zëri juaj, se që më kujton, se që më... Dhe mbase jam dhe lodhur sot, më falni. E vërtet është, do me thënë që policia teshme ka qenë më e dhunshme, po thoshit, dhe policia tani është shumë e butë, ka ndruar koncept, ka ndruar imazh, po, dhe strategjit tuaja pra janë të atilla që të keni një raport me qytetarin, një raport ëmbëlsor si pas zërit tuaj. Më vjen mirë. Dhe kjo me siguri mendoj që do t'jetë fruti i gjithë eksperiencës tuaj jetësore, pra i një fryme akademike që duket se ju shoqëron që në vegjëlin tuaj. A mendoni që një drejtues duhet t'jetë patjetër akademik? Akademikët duen sigurisht gjithandej, po një sekond, më lër një sekond vetëm. Po më falni se është një qytetar që ka nevojë. Okej. Nuk është nevojë. Po. Nuk është nevojë. Më falni dhe një herë pyetjen? A është e nevojshme që një drejtues policie të jetë patjetër akademik? Jo, nuk është e rëndësishme. Nuk ka nevojë që të jetë patjetër akademik në fushën e policisë. Unë mendoj që një drejtues policie duhet të njohë të gjitha departamentet, duhet të jetë i gjithanshëm. Nuk e di, a keni lexuar në një nga këto librat? Ne mund të t'ja hapim. Arten, bëj gati 4-5 libra nga këto. Unë, për shembull, pasi mbarova akademinë shkëlqyeshëm, ka akademinë e policisë, e kuptova që me akademinë e policisë... Si ngjite shkallët e karrierës? Do mbesja thjesht një polic i thjesht. Thjesht një polic. Dhe kjo më bëri që të kërkoj më shumë, të specializohem, dhe u largova, emigrova në Itali. Por jo si emigrant. Po, si një polic në vendet e Bashkimit Evropian. Interesante, pra keni eksperiencë edhe. Emigrova si një eksponent për të kryer hulumtime dhe studime më të thella në raport me profesionin e policit. Dhe atje bëra një master në Camorrën. Me Camorrën. Camorrën? Po, ku mësova prej 2-3 vjetësh se si funksiononte ajo. Shërbeva për Camorrën. Jo, Camorra. S'po e kuptoj. Shërbeva për mafjen dhe për familje të tjera, të cilat sigurisht bënin ligjin. Master anti-Camorra. Aty më kuptova se si funksionon raporti i shtetit me ligjin dhe me mafjen. Dhe shërbeve si infiltruar, po thua, apo... Dhe pas këtij specializimi, natyrisht që u ktheva në Shqipëri dhe dhash provimet e mia dhe konkurova dënjësisht me gjithë këtë eksperiencë që kisha, si në fushën e kriminalistikës, ashtu si kriminal, ashtu si njeri ordiner, dhe me gjithë këto kapacitete që kisha, natyrisht edhe u zgjodha. Dhe tani si një shërbëtor i qytetarëve, po përpiqem që këtë gjë t'ja transmetoj dhe të gjithë ekuipazhit tim, njerëzve të mi, atyre të cilëve unë mendoj se nuk janë të ashpër, nuk ushtrojnë dhunë, por janë të kuptueshëm si me qytetarin dhe me hajdutin dhe me korrupsionin edhe me kriminelin, sepse për ne të gjithë janë popull dhe ne duhet të jemi të drejtë me të gjithë. Nuk e dia u shpreha qartë. Shteti prodhon ligje, mafia prodhon antiligje. Shtete paralele, po. Dhe derisa vjen një pikë ku policia
bëhet ajo ekuilibratoria që i mban këtë ligj dhe këtë antiligj në peshore, në raport sipas interesave të mëdha të atyre që të kujt bëjnë shtetin ose që bëjnë se kështu është një lidhje shumë e ngushtë midis këtyre dy skajeve, po themi. Pra policia mban të dy shtetet, po thoni, edhe mafian edhe shtetin. Këtë po kuptojmë, apo jo? Pra policia është ekuilibri. Do me thënë, të dyja janë shtete paralele. Po, shumë e vërtet. U shprehet shumë qartë, pra me gjithë të eksperjenca, me gjithë këtë jetë të pasur në të gjitha fushat e kriminalistikës, në të gjitha fushat e ligjeve dhe të drejtësisë, po themi, qytetare, është e natyrshme pozicioni që keni. Po, unë ta thjeshtësoj pak për dëgjuesit tanë edhe për shikuesit tanë, kudo jo vetëm këtu, po edhe në diasporë, gjej rastin ta përshëndes diasporën dhe të marrin shembull, një polici kaq të butë, një polici kaq njerëzore, një polici kaq të dashur për qytetarin, nuk besoj se ka as në Norvegji, as në Suedi, as në vendet, nuk e di në hën ka apo s'ka, nëse ka njerëz, sigurisht modeli policisë. Por ta thjeshtoj pak pyetjen. Nëse kemi një sherr, nëse kemi një sherr midis një qytetari dhe një të forti, si reagon policia? Nëse kemi një sherr, pra përplasje midis një qytetari. Shiko, kjo mendoj që është një pyetje sa e thjesht aq edhe komplekse. Se është komplekse, sepse si ta thash, ashtu siç e trajtojmë ne, do me thënë, ose fryma e policisë sot në raport me qytetarin, për ne të gjithë janë popull. Dhe duke qenë se të gjithë janë popull, nuk bën diferencë i forti me një qytetar të thjesht, sepse në fund të fundit edhe i forti qytetar është. Nga ana tjetër, po ta marrim dhe ta mendojmë nga pikpamja e psikologjisë kriminale, unë mendoj që midis sherrit të një të forti dhe një qytetari të thjesht, ndërhyrja policisë është e tepërt dhe ne i lëm të zije. Si, edhe nëse ai e 10 ndrua? Ku do shkojnë? Këtu do jenë prap. Në Shqipëri nuk kanë ku ikin. Si nuk kanë ku ikin, pa ja rref edhe ikën, më dha. Si qeka kjo? Ne në përgjithësi fokusohemi ke ata që tentojnë të ikin. Si qeka kjo punë? Ai rref dhe ikën, si s'kan ku ikin. Ku ikën ai në shtëpi vet, ai në spital. Kur mora unë drejtimin, burgjet ishin plot. Ndërsa sot burgjet janë bosh pikërisht në sajt të kësaj strategjie që ne kemi vendosur në raport me qytetarin. Burgjet janë bosh. Sepse nga ana tjetër, në qoftë se nuk rre i forti, nuk do të punoj doktori. Do punoj doktori normal se ta... Apo jo? Ta lesh të fortin ta thyn mes njeriu e thjesht, ç'a kuptimi ka? Tu i bie me qenë ligji të fortit, jo ligji i logjikës. Në qoftë se nuk punon doktori, sigurisht ai nuk punon as mësuesi që ka shkolluar doktorin. Jo. Sepse nuk do duen më doktor në qoftë se të fortët nuk rrahin. Si do punoj spitali? Po në qoftë se nuk ka doktor, si do punojnë mësuesit? Këtë do mësojnë. Po nëse nuk ka mësues, mbeten ignorant. E nëse ignoranca pastaj fiton, atëre çupa e mori lumi shtetit. S'ka nevojë të ndodhin gjithë këto gjëra që ta marri lumi, sepse ne na ka marr lumi me kohë. Edhe i forti bën punën e tij. Rreh qytetarin që qytetari të punësoj doktorin, që doktori për të bërë doktor duhet të mësoj, e kështu punohet mësuesi, e kështu me radhë të gjithë. S'ka nevojë pse të ndodhin gjithë këto. Më kupton çfarë dua të them? Neve kemi 30 vjet, s'po gjejmë paqe, s'po gjejmë qetësi, s'po gjejmë rehat në shtëpinë tonë. Po prandaj është policia.
nuk e dia u shpreha qartë, por neve midis një konflikti të tillë ne I lëm të zien, që të ruaj ritmin e jetës, pra që të punojnë gjykatat, duhet të ketë njerëz të korruptuar, duhet të ketë kriminal, duhet të ketë të fortë, që të punojnë mjekësia, duhet të ketë sëmundje, duhet të ketë padrejtësira që shteti të rri në këmbë. Kjo është e gjitha, sepse kështu funksionon dhe policia është ajo që mban ritmin e jetës ose paqen. Nuk e kisha menduar në fakt. Jo shumë qartë, shumë. Por ne nuk preferojmë të jemi polici e një shtetit paqësor. Ju I lini të zien, normal, e kuptoj. Ne preferojmë që të jemi ne paqësor në raport me qytetarin. Le të jetë qytetari I dhunshëm. Ne, me mënyrën ton, me bindjen ton, arrim që të mbajmë ritmin e jetës, të punojnë të gjitha hallkat e shtetit. Normal, e kuptoj. Filozofi shumë interesante, mendoj që është... Faleminderit. Nuk ma kap truri, megjithatë është kjo strategjia juaj dhe sigurisht nga prezenca dhe nga mënyra të folurit unë ju adhuroj për këtë mënyrë të folurit, sepse në jetën time nuk më ka ndodhur ndonjëherë të dëgjoj një polic kaq njerëzor, kaq human, I cili thot se midis një qytetari dhe një të forti nuk ndërhyn, sepse të dy janë popull, me sa po kuptoj unë, dhe ku më mirë se këtu në Shqipëri mund të zbatohet kjo lloj politike, po themi, se në thelb, e kupton, politikë akademike, është psikologji kriminale në çdo gjë. Do lejosh patjetër keqbërësit të bëjnë gjëra të këqija, që të punojnë gjykatat, që mos na ikin dëm, sepse bie kolona më e rëndësishme, e kupton, pushteti I tretë. Ne jetojmë në një kohë moderne dhe si shumë profesione që kanë ikur dëm në ditët e sotme. A mendoni ju se rrezikohet profesioni I policit nga teknologjia? Unë mendoj që sipas strategjisë time, pikërisht një nga pikat e rëndësishme mbi të cilat mbështetem është e ardhmja e policisë. Dhe në këtë pikë kam disa ankesa për shtetin, për ata që drejtojnë politikën, pasi ne jemi të paanshëm, por nuk mendoj që Shqipëria duhet të hyjë në Evropë, pikërisht për shkak se rrezikohet të ngelet policia pa punë, sepse teknologjia do ta zëvendësoj policin. Neve kemi sot që flasim rreth 1.400.700.042 kamera në të gjithë Shqipërinë. Shi, ka shumë? Imagjinoni nëse nuk do të ishin këto kamera, ne do kishim të punësuar 1.472.500 polic. Sepse në qoftë se kamera ka një objektiv, polici ka 2. Shi, interesant. Nuk më kishte shku menja këtu. Nuk e dia jam I qartë. Je shumë I qartë. Kjo e rrezikon policin. Je shumë I qartë. Nuk jam dakord fare me ndimat që ne marrim nga policia europiane. Nuk I duam fare të na sjellin as makina me autopilot. Pilot automatik. Pilot automatik. Pra me pilot automatik. Nuk keni mi nevoj për makina që kanë pavarësinë e tyre nga polici. Pikërisht për faktin sepse ato kanë një opsion. Po ose jo. Nuk kanë opsionin ndoshta. Dhe opsioni ndoshta është polici. Opsioni ndoshta sepse ti është njeri, domethënë ti flet. Ndërsa të gjithë pjesa e teknologjisë, e të gjithë inteligjenca, po themi artificiale, siç I thon,
ka vetëm 2 opsione. Kur përballesh me policin, ka vetëm po ose jo. Ose ne shqiptarët kemi justifikimet tona, ne vim vonë në punë dhe ne themi u vonove, u vonova, po sepse ishte më doli kjo, më doli ajo, ose do më thënë gjithmonë kemi një arsye për të thënë jo, ose për të thënë po, apo ja, për këtë po flet. Për psikologjin ton shqiptare, kjo gjë nuk mund të ekzistoj, sepse unë nëse të bëj një pyetje ty, edhe të them përgjigju vetëm po ose jo, ti nuk përgjigjesh dot. Nëse ju më thoni u vonove apo su vonove, unë çfarë them? Po ose jo. Unë do them o po o jo. Unë kam ardhur me vonesë, po unë kam patur arsye. Pra, Drejt. shqiptarin po themi në logjikën tonë, sepse duhet të hysh pak në traditat shqiptare. Po shqiptari nuk vjen kur vonë në punë, sepse gjithmonë ka arsye. Që të aplikosh teknologjin edhe në fushën e policisë. Tradita jonë që ne shkojmë dhe në punë fare dhe nuk e plotsojmë atë, prandaj pra duhet opsioni ndoshta po, jo ose ndoshta, dhe ky ndoshta është polici, pra këtë të dashur dëgjues po thotë edhe A jam i qartë? do të na duhet të kemi një ndoshta, sepse ne nuk përgjigjemi kur do të me jo ose me po. Këtë po dua të them. Në çdo moment që ne përballemi me këtë gjë, nuk duhet të ekzistoj teknologjia për ne shqiptarët, sepse në momentin që unë them u vonove apo jo, pra më thuaj po apo jo, ti do më thuash u vonova sepse më vonoi autobusi, sepse sa po dola aty erdha këtu dhe më mori ai dhe më ne kështu jemi mësuar. Dhe inteligjenca artificiale nuk i ka këto opsione. Prandaj mendoj që kjo do të ishte gjëja që do të rrezikonte absolutisht forcën e policisë. E kuptum. Unë e kuptuam një të vërtet nga i ftuari jon, shumë i rëndësishëm dhe dëshiroj që të falenderoj për sinqeritetin, dëshiroj të falenderoj edhe për ato libra që keni lexuar në fëmijërinë tuaj, sepse filozofia juaj ishte shumë e qartë. Lexova libra pafund dhe nuk më pyeti kërkush. Nuk ju desha kërkujt. Ky është pak a shumë mesazhi që doni t'i jepni, ose më saktë mesazhi që po zgjedh unë si moderatori kësaj bisede, ose moderatori mendimeve dhe i filozofisë. Më vjen mirë sepse e përqendruam bisedën në një lloj filozofie, në një lloj strategjie të pa dëgjuar më parë. Sigurisht këto që thatë ju janë një vërtet e madhe dhe unë uroj të jeni sa më gjatë në detyrë që të kemi mundësi policia të jetë po kaq e butë sa ju dhe të arrijë të aplikojë të gjithë strategjinë tuaj. Faleminderit shumë që ishe me ne këtu në Sojli Sol. Dhe falenderoj në emër të Artenit. Artenit sigurisht i kam thënë që të bëj gati një pako me libra që kur të keni kohë t'i lexoni. Faleminderit shumë. Atëherë ju falenderoj shumë dhe ju ftoj një ditë të vini të na vizitoni në makinat tona të policisë, të bëjmë një patjetër, faleminderit. T'ju çojmë në vendet e krimeve, t'ju çojmë në atje ku gëllon jeta, atje ku syri policisë është gjithmonë i vëmendshëm. Patjetër, faleminderit, po dua t'i falenderoj për gjithë jetën. Popullin shqiptar që na ka dhënë kaq shumë punë, që na mban në punë. Dhe i premtojmë që gjithmonë policia e shtetit, sa të jem unë, do të sillemi ëmbël si qytetar, me qytetarin, për qytetarin, nga qytetari në qytet, sepse në fshatra e zgjidhni vetë. Faleminderit. Po, në fshatra s'ka nevojë, s'ka keq bërës, edhe po të ketë nuk i kapni dot, sepse janë malore, fushore. Mirë shkoja, mirë. Shkëlqyshë fare. Miq të Sojli Sol, ja erdhi fundi, në qoftë se donit na ridëgjoni,
derisa të arrini në destinacion, për ata që e kanë rrugën e gjatë, për ata që shkojnë në det, për ata që shkojnë në mal, mund të na ridëgjoni, të na rishikoni në YouTube dhe në Spotify. Besoj që sot u kënaqëm pa mas me disa të vërteta të mëdha. Miropafshim, fundjavë të mbar nga mua, Arteni dhe sponsori general Aranjata, Uj Spring dhe Uj Glina. Dhe sigurisht i mirëpresim dhe sponsorat e tjerë. Janë të mirëpritur. Ha? Je i madh.